Temë që ndoj që materialin paraprakisht, kemi knatësin që studion të ndojmë tani me dy gazetarët tona, me Edonën edhe me Saren. Mirë mëngjesi, vajza, mirë se ardhët. Mirë mëngjesi, mirë mëngjesi Jeta. Mirë mëngjesi, vajza. Këtë temë kemi caktuar rastisht, është koha e maturantave, është ajo koha kritike për krejt nxënësit edhe studentët që dojnë me bu një zgjedhje. Mirë mëngjesi, mirë se keni ardhur dhe çka keni hulumtu për atë kësaj teme. Atëherë, po filloj fillimisht me qenë se gazetarin e kom zgjedh prej fillimit e kam posa ashtu edhe si ëndër, pjanise për pak prej rrugtimit tem se so ka ndiku familja ime, pra më saktësisht prindërit, sepse gjithmonë duhet të nismi tek veta, andaj të vazhdoj me ulumtimet e tjera, se si po ndikojnë familjet tek profesioni i fëmijëve të tyre. Qysh në fillim e kam ëndërruar gjithmonë gazetarin, po kanë qenë edhe ato Jeta Afrika, se nëse do mund t'ja dalim në një rreth krejt tjetër, në një rreth të huaj, pra prej vendit ku vim ne, pra ku nuk kemi të gjithë pra këtu Prishtinas, edhe në bazë kësaj ka qenë momi jam ajo që më ka shty, do më thonë nuk ka qenë një imponim gazetaria, megjithse si çdo fëmijë tjetër kam pasur edhe ëndra tjera, që një ndër to ka qenë edhe infermieria, po nuk kam pasur edhe aq guxim që ta marr këtë profesion i cili është me shumë duhet të ketë ka shumë sfida në ta. Ndërkohë që disa profesione po shkojnë pak edhe si trashëgimi, ndërkohë që gazetarin nga vendi jam nuk është që e ka studiuar ndokush, përveç se kam pas shumë kritika më shumë nga të tjerë, duke thënë se nga rrethi, se nuk do t'ja dalësh me këtë profesion, duhet të kemi patjetër të njohur e kështu me radhë, por nuk mendoj që është e vërtetë, pasi që patjetër familja ndikojnë, përmbaret krejt se si është ndikimi qoftë pozitiv dhe negativ. Ndërkohë që në bazë të hulumtimeve që i kemi realizuar së bashku me Edonën ka dalur që në shtete tjera, si për shembull në Itali, rreth 64% e familjarëve ndikojnë që fëmijët e tyre të futen në fushën e gastronomisë. Pra, kemi të bëjmë me një fushë i cili konsiderohet edhe si një zanat, që prej saj ka shumë të ardhur pa tjetër, por megjithse në këto profesionet të caktuara, mendoj se ato shkojnë pak si trashëgimi se që ka infermieria, qoftë inxhinieria, arkitektura e shumë të tjera. Edona? Atëherë nëse flasim për vete, se që shko marrë deri tek vendimi për me zgjedh profesionin e gazetarisë, në fillim, kur kom qenë shumë e vogël, kom pas qef me konë mësuse, edhe kom pas qef që, për shembull mësimet që i kom mësuar, nuk i kom mësu si krejt fëmijët normal, po i kom lexu edhe mandej kom dal para pasqyrës edhe i kom spjegu kështu vetës, nuk kom pas audiencë, po e kom pas një audiencë imagjinare, edhe kur më kanë dëgju, për shembull prind prej dhomave tjera ose familja, se e kom bo me zo shumë nalë, domethënë kështu kom bërtit. Si me qenë klasë? Si me po, edhe e kanë kuptu edhe e kanë papa ka shumë këtë aftësin teme të artikulimit për me folë edhe që nuk kom hezitu për shembull me spjegu gjithë shka për shembull edhe para dykujt huj ose dykujt jo naj familjar për që ka ardhë naj kush për shembull për më na vizitu edhe prej qësaj nështë edhe e kom vendosë profesionin. Pas ka qenë mundësia që t'jesh edhe ligjeruse, Edona. Ofër jemi. Nuk është asnjëherë vonë. Po na çdo që jemi, ajo ka thonë ajher familja, ajo ka imponu në profesion, për shembull, ka thonë kur keni qenë ma të vogla, që hajtë bënë mjeke, që kanë zakon krejt familjet shqiptare. Me të rëgë drejta, një ndjeri babajim ka pas gjithmonë qef, dëshirë, pra mu mirë me turizëm, ndërku pasi që të ke të hapë në rrugët për me dalë në shtetet evropiane, pra me punu sa ma shumë, me përfitu pak ma shumë, pasi që gjithmonë është ajo bringa se për gazetarisë nuk ka benefite, po nuk mendoj se është e vërtet. Ndërkohë që gjithmonë prej sipas psikologëve dhe sociologëve fëmijët nga mosha 4 deri në 5 vjeç fillojnë interesimin e tyre me anën imagjinare siç e cekja edhe Edona se çfarë do të bënë në të ardhmen. Megjithatë mendoj se ka rëndësi edhe shumë pjesa e arsimimit se sa punojnë prindrit tanë në edukimin tonë, se sa na shtyn ata të mësojmë ne, pasi që ka shumë ndikim me roli i prindërve se sa na lejojnë ta kemi shoqërinë qoftë të mirë, qoftë jo të mirë. Andaj pak a shumë imponohet edhe që kjo pjesë tek shoqëria. Nuk duhet të futemi në një shoqëri të cilët jo më gjithmonë do të na shtin në rrugëve të mira. Andaj ne duhet të shikojmë të ndjekim rrugtimin tonë për të mësuar dhe në mënyrë që në shkollën e mesme të lartë të
shikojmë se për çka jemi dhe të studiojmë. Jeta, po, a ke pasti ndonjë ëndër se nuk po besoj që ta kanë imponu krejt rrugtimin arsimore? Jo, nuk ma kanë imponu as pak, po unë si qika që shtanë kërën kom qenë e vogël, kom pas mu bo balerinë, se një 8 vjetë jëmë kom balet, po e lash vetë, për atë pjesë familja gjithë më kanë thonë, mos e le vazhdo e baletin, po nuk e kom vazhdu, mas një gazetarinë e kom zgjedh vetë, edhe pse, edhe mu shpis ma kanë bo, për shambull bënë fizioterapeute, bënë najsen që ka lidhe me mjekësi, po që nuk i kom dëgjumë në atë pjesë, se nuk më shkanë, nuk e gjej vetën atë. Edhe mendoj që krejtve prind ju thojnë mu bodi qka. Krejt prindve ka një dëshirë. Nështë ta që ka ndasht vetë, edhe thojnë hajtë nështë ta fmitë. Definitivist. Po veç dëshira dhe sugjerime është okej, ama imponime ma ne kalën në diçka tjetër. Si për shembull, tek djemt, kemi djemt të shkojnë më shumë në zanate, në ndërtimtari, ose në shtetet tjera, shumica janë, si që thojnë ata bëu shtellë, për shembull, jo të gjithë zgjedhin të studiojnë. Këtë mendoj që bëjnë nga imponimi për të pasur më shumë të ardhuna, ose kanë shku shumë vonë të prapë mbi moshën 18 vjetë dhe nuk kanë mundësi ta zgjedhin profesionin e tyre. Ndonjëherë varet edhe nga kushtet se sa mund të studiojnë, pra varet krejt se çfarë rrethi kanë, po gjithsesi se mendoj që nuk duhet të ndalen ta ndjekin ëndrrën e tyre. Apo jo, Duna? Po. Kësaj përket kësaj që ciku e Dora, më falë Sara, që jo gjithë mujnë me ndjek, do me thonë rrugën ose karierën e arsimimit nga fillimi deri në fund, po pastaj so kanë mundësi që të rinjët në vendin tonë edhe pa shkollim ta gjejnë vetën në ndonjë profesion, qoftë edhe zanat. Kanë mundësi, normal kemë varet edhe prej shkafsis, edhe sa mundet me konë i aftë, edhe sa mundesh me i pas qëllimet edhe ambicjet tua të qarta, po normal ndryshë është edhe kini bagazh tjetër nëse je i arsimume dhe ke studiu për një fushë të caktume, dhe mande edhe je tu e praktiku duke e punu atë profesion për cilin ti vetë se ke studiu, sepse për shambull ne shojmë që ka shumë qika të reja që menojnë që bojnë gazetare nëse veç e marrin për shambull mikrofonin dore dhe dalin komunikojnë me qytetarë, për në fakt ajo nuk të bën ty gazetare, se na e dina qka kemi studiu, qka kemi mësu, na e dina etikën e gazetaris, edhe normal që na kemi pak ma shumë, jo pak ma shumë, po për menimin tem kemi shumë ma shumë avantaj në këtë pjesë, sepse ne kemi studiu edhe e dim se qka bën me bo dhe qka nuk bën me bo në këtë fushë dhe në këtë drejtim. Sidomos për shambull, tek profesioni gazetaris, menoj që ishdo është me u bo i qartë, kjo pjesa që duhet me studiu. Normal, duhesh me pas edhe vetë artikulimin, oratorin, duhet me pas talentin, por atë talent duhesh me forcu duke e studiu, se nuk mund është veç me marrë mikrofonin edhe me thonë unë jam gazetare, se ma ndej po na hup neve mundin qka kemi studiu edhe për qka kemi të për këtë profesion. Po, gazetaria është bo pak ma, na po e shojmë, do më thonë që jonë bo shumë vajzat, cilat dalin, për shambull, e bojnë një storje, 2 minuqe, 3 minuqe, edhe e qujnë vetën gazetare, a na këto kemi studiu për këtë profesion. Besa dhe dënë TikTok, po e qujnë vetën tash gazetare, veç prej TikTok. Na kryojnë edhe ne një imazh jo të mirë për njëve që kena studiu, pra kemi disa nivellet të studimit, edhe mirëmi padyshim me tema interesante që janë dobi të shikuesve, andaj është edhe pak shumë një thirrje kjo që jo të si të themi të si me gjetë një fjallë, jo të bastardizohet gazetaria. Po e qartë. Mirë se lafi po e nëzirë lafi. Po dolim po kështu. Gjële të rikëthemi edhe një harë të imponime. Po besoj që se cila këto prej neve ka një ndo një rast, kur një familjarës, është me rëndësi sakt me tregu kush ka qenë ose qka e ki, po ka pas raste që ndoshta ka qenë e imponume prej prindve të vetë për me ndjek shkollimin edhe për me zgjedh profesionin. A ka pas raste që, për shembull, keni pas mendim ndryshe edhe në atë kohë, edhe keni sugjeru që mos me e bu një gjatë tillë? Po, në fakt kom pas një rast në familje, ku për shembull vajza ka dashur me qenë arkitekte, ndërkohë që nuk ka pasur lejimin e prindërve të tyre, ata është dashur të thonë patjetër me u bë infermiere, edhe kështu tash ajo jo vetëm se ka studiu këto, po ka fitu burs, ka dal jashtë, edhe tash ndjet me fat që i ka dëgju prindërit e saj, nuk e ka marrë arkitekturën, megjithëse është një profesion goxha i mirë që do shumë punë dhe studim. Tani është falendëruese ndaj imponimit të prindërve për që ka studiu infermierin dhe
edhe po vazhdon të punoj në Gjermani, pra në një shtet ku tashmë po kërkohet edhe shumë infermier që të shkojnë nga Kosova, që mendoj që ndonjëherë imponimi është i mirë, po ndonjëherë edhe jo. Jo në krejt rastet, se unë e kom një rast, po disa raste që i kom dëgju, është imponu nga familja për shembull me zgjedh një profesion, po prap ka studiu në shta 2-3 vite dhe u këthy prap profesionin që vetë ka dasht. Se nuk të filan ty qaj profesion që e dojnë shpis për ty, ti vetë duesh të e din ka ki mu drejtu. Nuk mund është mi dëgju të shpis, po dikujt edhe i bjenë mirë, normal. Për shembull, gazetaria nuk lidhet as pak me shkollën e mesme që unë kom studiu në gjimnazin shkencor, ka qenë krejt matematik, fizik, kimi, edhe me këtu lanë krejt jam out, do me thonë, nuk më pëlqenj as është një sen që pëtregoj, që nuk më pëlqenj lëndët shkencor as pak, gjithmonë e kom gjetë vetën nga gjuhët e huaja. Gjimnazi pra ka qenë një imponim për mua. Unë ka për momi me shku në gjimnaz shkencor pa tjetër, se ka qenë gjithmonë nemër, është në zonë për nxënësa më të dalluar. Për mësim ma kualitativ. Për shkollën e mesme më i thonë mamit për mes kësaj këtij debati që e kom pas imponim goxha shumë. Po, nuk të ka roket, se mas ne prapë në fakultet. Është dashur me mësu për tani në fakultet. Vetë. E mora drejtën tjetër me mbështetjet saj, gazetarinë përfundova, edhe tash jam këtu në shtëpinë mediatike. Ndodh kjo në shumicën e rasteve që në shkollën e mesme kemi krejt diçka tjetër e pastaj. Se nuk mundemi mi marrë vendimet ashtu se jemi në adoleshencë, jemi në një moshë ku mendojna shumë sene për një kohë shumë të shkurtër. Edhe patjetër na vjen edhe pse jo imponimi ose të themi mbështetje e prindërve. Normal, prind gjithmonë mendojnë mas miri për fëmijët e tyre, po ka njerë për profesionet nuk ja qëllojnë. Jo çdo herë, edhe unë mendoj që jo çdo herë për shembull prindi është i aftë me ditë se çka i flen në shpirt për shembull fëmijët, edhe mendoj që kjo temë që jena tu e diskutu, mundet me u thellu pak ma shumë, edhe me pas se qysh çfarë ndikimi mundet me pas tek fëmijë, çfarë ndikimi psiqik, çfarë përjetime emocionale mundet me pas për asaj që gjithmonë është nën presion, ndoshta presioni vjen ose direkt ose indirekt prej familjes ose prej prindve. Tu dasht me i bo krenar prindrit, se prind për shembull e shohin me një profesion, ja shohin një imazh, e shohin si mjek, ati nuk i flen çaj profesion për shembull, edhe mandej është gjithmonë në pikpyetje dhe rrugtimin e tij që e bën, mendon se a kom gabu, qyshim të ja bo familje, pëse nuk po me bo krenar, edhe për menimin tem, që të pak qalojmë si shoqëri, se jemi mësu me bo krenar prindin, me bo krenar motrën, me bo krenar vllaën, pas njerë nuk menojna për veti, kështu që nënoj që ishtë dash me menu mas pari për veti, me bo krenar vetën, e mandej nëse një është ti krenare me vetën tone, pa tjetër që kime reflektu edhe tjertë kanë me uni krenar me ty. Dush me qenë mjaftueshëm i vetëdijshëm që me i thy këto barjera që ti imponon familja, kështu që po besoj që veç ka fillu me u vedisu rinia për këtë pjesë dhe nuk është që po i dëgjojnë fort presionet edhe fjallët e antarëve të familjes. Mu një sen që më doket që nuk po e me sigurt enda vazhdon kjo në familje shqiptare që, për shembull, nëse qika ose djali e ka zonën e mirë, nuk i lejshin me u bu këngëtar, për shembull, kanë lënë me donë televizor, mo nuk ka, ndoshta kështu. Jo. Besoj, nështë në raste të ralla. është ullur sa do pak nivelli imponimit, ndërkohë si që se ke dona në si qoqëri, jemi pak mbrapa në këtë aspekt, për shkak që në bas të ullumtimeve që janë bë prej psikologëve që janë ndërkombëtar, thuhet se në Amerikë fëmija si të bën 18 vjetë, pavarësohet dhe është i gatshëm të ndjekë rrugtimin e vetë, pa imponimin, pa përkrajen e prindërve, pra të gjitha i bën vetë. Na si qoqëri jemi pak më të ledatuar nga prindërit edhe në mosha, pra dhe në të 20 tona mund të themi. Ndërkohë që në Spanjë është një nga shtetet ku pra imponimi prindërve në zgjedhjen e profesionit të fëmijëve të tyre është shumë i ulët, pra nuk ja imponojnë as pak, ndërkohë që në Itali, si që theksova pak më parë, vazhdon të jetë ende presioni ose imponimi i prindërve që fëmijët të zgjedhin më shumë gastronomin. Ndërkohë që në shtetet e Ballkanit, kjo nivel i imponimit është ende në një nivel të lartë. Pra dallojmë shumë nga shtetet evropiane, nga kontinentet e kështu. Te kjo pjesa që po thotë Sara, ata me 18 vjet dalin me jetu vetë të na veç nuk ekziston kësen se të na dhe kur të martohen jetojnë krejt bashkë ashtu e kemi na, jemi shumë të varën te për të lidhë Jemi më të lidhur me familjar, me njërin prind. Mirë.
Okej, se cila për ju të tregu të qysh keni mëri. Veç ti nuk ka Veç unë nuk tregova. Hajte mirë Edhe edhe unë ti për po. si e vogël ose si e re me thonë kom pas edhe unë ëndra tjera, synime tjera, kur kom qenë mosh ma të vogël, unë e kisha shumë... Valtare më duket. Valtare kom qenë, unë po ato e kom pas si hobi. Unë ja bësha gjithmonë mami, te kom qef mu bu stjuardeze, mami më këshërë këma atë shikimin kështu që ape, më shelë bojën se s'ka me ndodhë kur. Edhe mani që kom pas dëshirë, po mani kur ka ardhë koha masi e përfundova shkollën e mesme, unë kam qenë gjimnaz gjufësor, edhe vendosa me shku në Universitetin e Prishtinës, me studiu gjuhën angleze. Edhe që ka ndodhë, okej, shkova, aplikova e krejt, edhe kur ka ardhë koha për me hyre në provimin pranus, Emira Kika, do me thonë, e ka harru datën e provimit, edhe veç nuk kom shku heq, edhe kur po më thirë një shoqemja dhe po më pytë, po thotë, Emira, që ka ndodhë, adin sa pike mora, kalove, o pranove, edhe që aty veç që kom ndjeni kësi ndjenje që përdojnë më mërot legë kështu, ape din edhe unë s'kom shku heq, po që kom harru, edhe që aty ma nej mami më ka gjithë në dhomë të kajt, unë e kajt është ajo më normal, që kom bu kështu, që që kom harru, edhe ma nej kur se harroj, se na si fëmije dhe si trinat, moshën e ndjeshme nuk i harrojmë, sa herë që prindina që ndronë afer edhe na përkra, unë e maj men mamin që ka ardhë dhe më ka folë edhe më thëjke, te i kalon këto, nuk ka rëndësi, kryen nështë as ka qenë shkrume për ty, etjer, edhe ma ndej mas një kohë veç vendosa me shku gazetari, edhe këto mu ka kujtu që në shkollën fillore, një profesor jemi, soar që më shtyke me thonë mësime, ma bëjke, Emira, je ko gja e artikulume, po këto nuk e ki që ledzon, po e ki genetike, kështu që edhe të kështë ledzu pak i shkon ma mirë, edhe po shko gazetari, edhe unë okej, edhe mani, të më thonë kjo ka ndodhë në shkollë fillore, edhe mu ka kujtu mas ca viteve, që thësha, okej, a e marë sugjerimin e që ati profesorit edhe po vazhdoj, mani përfundova në AB, mani përfundova këtu me juve në ATV. Edhe shto në alarm. Edhe tash në alarm, tash si dhjët ku jeta. Qështo? Okej, po bësoj që se cila prej neve ka një sugjerim edhe ka një mesazh për fund për krejt moshatarët tonë ndoshta, po edhe për ata matri që veç kanë maturantat. Rrugtimin, pikërisht për maturantat. Me qenë se ta është koha e maturantave, edhe e fillimisht një mesazh për prindërit që mos t'i imponojnë fëmijët e tyre të zgjedhin profesione që atyre nuk ju flejnë në zemër, po t'i mbështesin ata për rrugtimin e tyre për mëtutje, ku veç se tashmë do të bënë studenta dhe të zgjedhin profesionin e tyre ku ata dëshirojnë me studiu, pa dyshim se ju këto në kolegjin AB, edhe të zgjedhin ndonjë profesion që ju flenë në zemër shumë, edhe ta vazhdojnë në rrugtimin e tyre, se mendoj që në Kosovë ka ofrohen shumë punë pra këto, edhe mëjna me nejtë në vendin tonë të studiojmë dhe të punojmë dhe të arrijmë atë që dojmë. Tjetër, e dona veç e dhaj mesazh ma herët, po. Unë e dhash mesazhin kështu në përgjithësi edhe për prind edhe për fëmijët, po tash po du për maturantat, se po menoj që nështë na i kuptojnë asë na kina kalu në për qato rrugë edhe është ajo dilema kur nuk din çka me zgjedh edhe mendon që nuk je i aftë për kur gjo, ashtu edhe mendon që s'po të përshtatet kur gjo, edhe veç ju kisha thonë që lejani kohës, se koha për shembull kur të vjen vetë të drejtojnë për shembull rrugët në çat fushës, në çat profesion që ti je për një me i bom për qatë profesion, kështu që mos të më rakosni se është një mosh shumë e mirë, që nuk kthehet mo, edhe nuk ja vlen me u shqetësu edhe me u stresu për gjana tilla. Jeni ma spagojlen botë, jeni në moshën edhe në kohën e ma të mirë që me mujtë veç atë kohë e kësha këthy edhe një herë qatë shkollën e mesme, po që s'mundemi me këthy, edhe një kësha thonë kitë prind veç që mos m'ja imponu fëmijëve profesionin me zgjedhë se nësa ata e zgjedhen veç ato që e dojnë që aty kanë me qenë suksesshëm. E vërtet. Mirë, unë nuk po thëmë kur gjo, nuk përshtoj kur gjo, edhe po iftoj krejt ata që po na ndjekin me i pa përgjigjet e qytetarëve të komunës së Prishtinës edhe të shohim se sa ndikojnë prindrit kosovar në profesionet e fëmijëve të tyre.